Ta pyesim avokatin, a është absurde dhe si është puna e 35 viteve e qeverisë, në fakt në media u lexua dhe rodhi si informacion. Ndoshta s'është e vërtetë. 35 vite është quasi purgim i përjetshëm. Nuk është vendi për të thënë, ajo nuk po gjykoj sa mund të thotë. Kështu që është absurditet ta mendojmë jo më ta themi 35 vite kur dispozita për cilën akuzohet zëvendës kryeministja ka një marsh dënimi deri në 3 vite. Deri në 3 vite. Për kohën kur është kryer vepra penale. Prokurori ka thënë 4 vite, ai e ka pasur, burimet janë politike. Sot e ka 5. Për kohën kur mendohet që është kryer vepra penale, pra me ligjin favorizues e ka 3 vite. Mund të shkojë në 3 vite e qeverisë. Prokurori sipas Gazmet Bardhit, kreu të grupit, marrëshi i dënimit, pra fillon nga 0 deri në 3 vite. 0 deri në 3. Tash deri në 3 avokat. Sipas Gazmet Bardhit, kreu grupit, prokurori i çështjes Dritan Premçi ka thënë, ne kërkojmë këtë masë sot që jemi para jush, pra arrestin me burg ose shtëpi, për arsye sepse në dosjen e parë, në masën e parë, e Pandeura rezikonte 4 vjet burg. 4 vjet burg. Tani, me rastet e përsëritura që kemi me rastet e përsëritura, ato janë 9 episode, ka thënë. Kupton? Janë 9 episode. Kështu që rrezikon deri në 35, 36 si bie 94, kupton? 30. Pra, jo se bashkimi mekanik, aritmetik, do sjell atë. Jo se ndoshta nuk është momenti për bërë këtë llogari që duket edhe jo logjike, në fakt jo racionale. Evangelistat jo tamam kështu, çfarë nuk kuptonit me këtë? Që të mos bijmë në kurthin ku të tjerët kanë rënë, në mos me dëshirë nga padija. Ka një keq kuptim të madh. Në sallën e dieshme të Këshillit të Mandateve nuk kishte një proces për fajsin apo për pafajsin e zonjës Balluku. Besoj se kjo është i kurth banal që shumë pak kush mund të ketë rënë. Ne po e kuptojmë për çfarë po diskutojmë në çështjen e mandateve. Palët, po të shikoj mënyra se si impostonin muzikën e tyre, njëra palë thoshte nuk ka faj, pala tjetër mendonte që duhej groposur e gjatë. Mira, është instrumentalizimi politik i këtij diskutimi. Jo se u mori mendja se e marrin këtë vendim. Prandaj kanë dalë nga roli i tyre. Prandaj është krijuar dhe gjithë ky keq kuptimi i madh. Nuk bëhet fjalë për fajsi apo për pafajsi, bëhet fjalë për procedurë. Dhe për të thënë edhe fjalën e fundit, e cila për fat të keq në Shqipëri harrohet, sot e gjithë ditën, derisa gjykata të vendosë ndryshe, nëse vendosë ndryshe, zonja Balluku është e pafajshme, prezumohet si e tillë. Dhe gjithë pjesa tjetër, zinxhiri i pafundëm i keq kuptimeve, tregon edhe një herë thash. O budallenj, o shejtan. O së bashku një koncert prej shejtan budallenjsh, të cilët kanë helmuar jo vetëm procesin në këtë moment, po dhe gjithë opinionin. Ka një siklet në këto momente drejtësia në vend, sepse të gjitha proceset për caktimin e masave të sigurimit, sidomos këto që jepen nga gjykata e posaçme, standardin e dyshimit të asyshëm e kanë prevaluar mbi standardin e prezumimit pa fajësisë. Që do të thotë, dal nga dal prezumimi pa fajësisë po shuhet dhe po shkon drejt zhdukjes si standard apo si nocion. Dhe që është standardi më i rëndësishëm që ka Konventa Europiane për Drejtat e Njeriut dhe më pas edhe Kushtetuta e Shqipërisë. Ju po eklipsohet si normativ. Po zhduket. Jo po eklipsohet, po zhduket. Pra, vendimet për caktimin e masave të sigurimit tashmë po kthehen si para vendime për vendimet përfundimtare. Që do të thotë, të lutem. Unë kalende nuk po shohim një proces gjyqësor. Strategji për të zbaritur, thonë. Atëre, shikoni, nderuar, zoti Zogaj, prokurorinë e posaçme nuk e ndalon asgjë për të hetuar. As çështja e imunitetit, as çështjet që paraqiten në gjykatën kushtetuese, apo edhe çështje tjera që mund të jenë në zhvillime politike në parlamentave. Asgjë nuk e ndalon prokurorinë e posaçme që të marrë dokumenta, që të pyesë dëshmitar, të grumbullojë prova, të pyesë edhe vetë zonjën Balluku, të marrë dëshmi prej saj.
Pra, apo çdo lloj subjekti tjetër që ata mendojnë që mund të jenë të dyshuar për kryerjen e veprës penale. Cilat nuk e pengon agjenda politike, a ka lënë pa jezauruar? Nuk ka agjendë politike që ta pengojë prokurorinë e posaçme. Hiqeni nga mendja. E të gjitha këto instrumente ka shfrytzuar prokuroria e posaçme si Prokuroria e posaçme është realitet funksional, që do të thotë që politika nuk ndërhyn dot më në funksionet e prokurorisë posaçme. Dhe kjo është treguar. Ajo që ka ndodhi në rastin konkret është që prokuroria e posaçme kërkon që të tregojë një forcë përpara pushtetit ekzekutiv, që do të thotë që ne mund të kërkojmë masat siç i duam ne dhe gjykata i cakton këto masa siç i duam ne, ndërkohë që pushteti ekzekutiv, pra Këshilli i Ministrave, mendon që kjo prokurori nuk duhet që të ndërhyjë në punën ose që të marrë kompetencat e kryeministrit. Avokat, a ka nevojë prokuroria e posaçme ta demonstrojë këtë disproporcionalitet në raport me pushtetin e vendimarrjes? Pse i duhet? Po ka kohë që po e tregon. Pse i duhet nëse ka bru prova materiale mjaftueshme? Në vlerësimin tim, standardi më i lartë i drejtësisë nuk është caktimi i masave të sigurimit. Në mënyrë më absolute. Kjo është për të bërë një PR për punën që realizohet nga ana e prokurorisë. Ky është mendimi im. Unë këtë mendim e kam që në vitin 2020 dhe nuk mundem dot që t'i ndryshoj këtë mendimi sot. Që do të thotë që nga koha që kur prokuroria e posaçme ka filluar funksionet e saj me caktimin e masave të sigurimit personal, ka dashur që të marrë një vëmendje të shtuar në publik, në media, në politik, në për mua standardi më i lartë është ai që prokuroria të hetojë të grumbullojë prova, të formojë një dosje, ta dërgojë çështjen për gjykim dhe të vendosë gjykata. Burgu aty është. Për këdo, në qoftë se ka vend për të dënuar çdo subjekt, këtë vendim të japi gjykata. Dhe këtë ta vendosi gjykata. Jo të parashtrohen kërkesa për caktimin e masave të sigurimit. Çfarë ndodh në rastin konkret? Çdo lloj kërkese që do t'i paraqitet gjykatës, domethënë, sot është raporti i kërkesave me pranim nga ana e gjykatës, nuk ka një revokim nga ana e gjykatës posaçme të kërkesave që paraqiten nga ana e prokurorisë posaçme. Ky është niveli më skandaloz që mund të ekzistojë patjetër. Çdo lloj rasti në këtë studio Lorenzi për shembull është një nga po edhe zoti Zoga dhe unë çdo lloj rasti të lutem. Kemi bërë paraburgimin, jo dëgjoj se s'po dëgjoj. Paraburgimi sot është fatkeqësia më e madhe që ka. Dakor? E kemi bërë refren. Jeni 70% më shumë se Bashkia e Evropiane. Dhe di çfarë ndodh? Dhe di çfarë ndodh? Nuk e them për ju. Ky është një spin që po përdoret tani nga qeveria, jo, se ne kemi nisur të spin, jo me prokurorinë e posaçme dhe me gjykatën e posaçme. E kemi nisur me jurisdiksionin e përgjithshëm fillim. Që do të thotë shumë kritik nga Spaku, po Spaku ka vetëm 0.3% paraburgisur. Zoti Sullo, sepse ka më pak çështje nderuar. Spini që po bën qeveria. Pra nuk mund ta marrim me përqindje. Ne do ta marrim me rastin se si ka se sa thjesht paraqiten kërkesat në gjykatë dhe se sa thjesht gjykata në mënyrë teorike dhe pa interpretuar, jo te balluku kjo gjë. Se kur bërtisim ne për metën, unë jam nga ata që kanë bërtitur për metën dhe për Berishën. Mos ma thua jo tash se unë jo ka shumë. Po bashkë, jo ka shumë. Nuk kam lënë studio ku jam thritur, ku kam lënë studio që jam thritur, dhe nuk kam lënë studio që jam thritur, që unë nuk kam kritikuar prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme për të gjitha masat që kanë marrë kashi zoti Berisha edhe kashi zotit Meta. Po sikur ky rast i jetë në mënyrën më kategorike. Po sikur ky jetë për arrest, ti se vë motorën zjarr. Unë se vë. Preçi nuk e vuri. Ky rast i Ballukut. Zotri, i nderuar, e di kur e di si atë shiko, para burgim. Të lutem. Nocioni juaj i paraburgimit është i gabuar. Jo nocioni im i gabuar. Po pra, nocioni, po jam ky që po flasim tash. Po nuk e di ky që po flasim. Nuk e di këtë. Po pra, ky që po flasim tani. Atëre, për sa i përket caktimin masave sigurimit, ka interpretime nga gjykata europiane drejtave të njeriut, ka standard ajo gjykatë, që do të thotë që masa sigurimit nuk caktohet vetëm sepse prokuroria e posaçme interpreton për sa i përket rrezikshmërisë së veprës penale. Interpretohet edhe mbi rrezikshmërinë. Po se dini ju për avokatin nderuar këtë. Ajo mund të jetë konsumuar.